Punimet për momentin i kena ndërprej sepse kemi një problem të shpëndësimit aty që ku lidhet me rrugën A. A keni ndonjë informatë si kur mundet me fillu? Besojmë pranverë. Ma herët besoj që për shkak motit keq. Kjo që po e shihni përmes pamjeve është gjendja e rrugës Skender Çeku këtu në lagjën Muharrem Fejza. Në tabelën që është vendosur në fillim të rrugës, thuhet se punimet do të fillonin në fund të muajit shtator. Ne tashmë jemi në fund të tetorit dhe kanë mbetur edhe disa ditë sipas afatit që është vendosur në tabelë se do të përfundojnë punimet, por siç po e shihni edhe ju, punimet nuk janë as edhe afër. Që malë Projego, janë përnar dhe drejtori i kompanisë Projego Brothers. A mund të shumë nga të regu se qka ka ndodhur me rrugën Skender Çeku? Janë edhe disa ditë që thuhet se ka me përfundu punimet, por bazë që po shohim, punimet nuk janë askon. Po, punimet për momentin i kena ndërprej sepse kemi një problem të shpëndësimit aty që ku lidhet me rrugën A. Komuna është marrë me personat përgjithë që janë kompetent për këtë punë, dhe me institucione dhe me personi përgjithë, që pa u zgjidhur çaja punë nuk mundet mu vazhdu punimet. Në anën tjetër, ne na të pjesën e përmit të rrugës jena tu punu, po për shkak motit keq që kena ndërprej për momentin derisa të zgjidhet edhe çështja punësore edhe pjesa e rregullimit të motit. Sepse na një pjesë gati, domethënë shtresën e parë e kena hek. Domethënë ato kocka që janë konë, kena shtru një shtresë me zhavar edhe jena aty bo instalimet për ujësjell të kanalizim, drejtësim publik e kështu më radhë. Që kjo fazë është kry, vazhdohet me faza tjera ku të rregullohet moti, gjatë kësaj periudhe presim për komunës mos zgjidhet edhe kjo pjesa pronësore. A keni ndonjë informatë si kur mundet me fillu edhe Besojmë pranverë. Ma herët besoj që për shkak motit keq tek pranverë fillohet. E kjo çështja për pronësore? Ata nuk dimë informacion.